Konfindustria e ka drejtuar një thirrje urgjente qeverisë për rishikimin e plotë të politikave fiskale në tregun e karburanteve, duke paralajmëruar se ekonomia shqiptare rrezikon të kalojë në recesion gjatë vitit 2026. Sipas kësaj organizate, rritja e çmimit të naftës me 30% si pasojë e konflikteve në Gjirin Persik pritet të rritë inflacionin me 6% dhe të ulë prodhimin e brendshëm bruto me deri në 3%. Në këtë kuadër, kërkohet ulja e menjëhershme e barrës fiskale dhe taksave vjetore të automjeteve për t'i përafruar ato me mesataren e rajonit, pasi masat e deri tanishme, si ulja e aksizës vetëm kur çmimi arrin 220 lek litër, cilësohen si të pamjaftueshme dhe të pakuptimta. Përveç ndërhyrjeve financiare, Konfindustria propozon ndryshime rrënjësore në rregullimin e tregut, duke kërkuar shndrimin e bordit të transparencës në një ente rregullator të karburanteve, si institucioni përhershëm profesional për të luftuar spekulimet. Një tjetër pikë kyçe e këtij propozimi është krijimi një operatori me kapital shtetëror në tregun e shumicës dhe pakicës, me qëllim rritjen e konkurrencës dhe mbrojtjen e industrisë vendase. Duke qenë se tregu i karburanteve qarkullon rreth $2 miliard në vit dhe përbën afro 10% e ekonomisë kombëtare, çdo vonesë në veprim shihet si një kërcënim i drejt për drejt, që mund të çojë në falimentimin e shumë bizneseve dhe rëndimin e kostos së jetesës për qytetarët.